zoti Rama, prandaj tha 2027-2030 bëhe. Pse tha këte? Që të heqi vëmendjen tek populli shqiptar për Amerikën, se kur u bë lufta me Ukrainën, zoti Rama ishte pjesëtar i OKB-s, shumë aktiviteteve, Këshillit të Sigurisë, dhe Bideni përpara ne tabel qitje për të dhënat tona personale, vend thonin që na ka sulmuar Rusia, na ka sulmuar Irani, ku i diet ku i bjen. Pra, edhe Yuri Kime dinte që ne do sulmonim nga Irani, është pa e imagjinuar, nuk e dinte shiku që me para tona, edhe i kemi parë djavës majt duke na përgju, edhe mi që na përgjojnë, të zjerin asgjë, po mirë kjo, po dinte Yuri Kime dhe asin nga shiku nuk dinte që ne po na vjen një armik i pa imagjinueshëm. Vetëm Shqipëri ndodhen këto gjëra. Ka komente në rrjet, avokat, unë do të lexoj një. Krishnik Spahiu shkruan që pa koment SBA një rezultatin e zgjedhjeve. Doktor Berisha shpresa e vetme të ngjelet Moskva, ambasada ruse ende po hesht. Përsa i përket zotit Spahiu, e mira ishte të na thoshte për plepat një dhe për sistemin e drejtësisë asaj kohë, që dele dhe i bërë lavazh Spakut, të na thot ky Spak a vjen si pasojë e plepave të një dhe thjesht është bërë vetëm një lavazh edhe janë pastruar, por të mbetjet kanë qenë gjithmonë të vjetëra. Pastaj përsa i përket pjesës së tij që nuk u bë deputet dhe u bë armiku kryesor i Partisë Demokratike, sa ai nuk është armiku kryesor i Sali Berishës. E keni keq kuptuar. Ai është armik kryesor i Partisë Demokratike. Sepse Aleanca Kuqezi shkoi te Çadra, u bë pjesë me Çadrën dhe ai gjithmonë sulmon PD-n, sepse nuk e bërën deputet. Tani mllefet, janë mllefet, unë nuk do merrem edhe t'i komentoj. Avokat, ishte thjesht më doli komenti, prandaj e lexova. Nuk kam çfarë të komentoj. Dallimi mes uripeve që vinin nga Europa, që me padurim presim, bashkëpunojmë, vazhdojmë, e tjera, me padurim i madh, është komplet si nata me ditën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës me linjën Trump është ndryshe. E kam thënë tek ju edhe po e them. Nuk i intereson atyre të bëjnë burokracinë e tepruar si administrata Biden. Ata punojnë me strategji, me linjë, dërgojnë mesazhin aty ku duhet shkojë mesazhi. Pra në rast se Rama nuk përfillet fondacioni Soros. Sepse ata e dinë shumë mirë që Rama dhe Partia Socialiste është financuar nga fondacioni Soros. Deputetët e saj vinë si pjesë e fondacionit Soros. Dhe ata nuk mund të mos ta njohin procesin. Ata njohin procesin, por nuk njohin kryeministrin akoma. Avokat, sa ka ndikuar lobimi në SBA nga Partia Demokratike tek kjo deklaratë? 24 muaj nga lobimi, kjo ishte shqetësuese për mua. Nuk ka deklaratë tjetër. 24 muaj është afati nga dita e zgjedhjeve dhe deri 24 muaj ne do presim gjithçka nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është muaj i parë atëherë. Po është muaj i parë i cili të njeh procesin zgjedhor, por nuk të njeh, kujdes, akoma kryeministrin. Pra do të thotë, kjo linjë njeh zgjedhjet, por nuk të njeh kryeministrin, që do të thotë nga sot me datën 27/5 deri me 9 shtator 2025 do presim mesazh tjetër nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pse? Po, unë po them do presësh, mesazh mund të jetë për inaugurimin e Ramës. Sepse kryeministri i ri inaugurohet në momentin kur merr karrikën tjetër, pra mandatin tjetër, që është në shtator. Ky mund të jetë një mesazh që mund ta presim. Por në këto kushte që jemi në kushtet ku akoma dhe Amerika nuk e njeh Ramën në mandatin e 4. Avokati diçka të fundit. Çfarë do ndodh tani në vazhdim? Partia Demokratike këtë do ta marrë si shpresë. Çfarë mund të kemi nga qeveria, nga kryeministri, nga Partia Socialiste? Si mund të interpretohet? Unë i them,
Partisë Demokratike, shpresa është të bindës shqiptarët të ndryshojnë dhe të votojnë ty si subjekt juridik dhe politik që garon në zgjedhje, por për mua kjo nuk